Sot mbyllet një cikël dhe nis një tjetër. Kështu e cilësoi presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka përfundimin e bashkëpunimin me trajnerin Silvinho dhe emërimin në stolin e kuqezinjve të italianit Rolando Maran. Shqipëria i beson sërish një trajner italian drejtimin e kombëtares pasi periudhë 3 vjeçare me brazilianin, i cili kualifikoi kuqezinë europian dhe i çoi deri në play-offin e botrorit. Presidenti Duka shpjegoi arsyet e kësaj zgjedhje, ndërsa vlerësoi punën e bërë nga Silvinho gjatë drejtimit të ekipit kombëtar. Në futboll mund konsiderohet normale që mbyllet një cikël, le të themi javë dhe fillon një cikël i ri, në një mirë kuptim të plot dhe një respekt reciprok me Silvion, me Dorin dhe me Zabaletën. Kemi menduar dhe kemi në konsensus që ky cikël duhet mbyllur për të hapur një cikël të ri. Kam bindjen e plot që kemi bërë zgjedhjen e dur, kemi zgjedh profilin e dur për ekipin kombëtar në momentin dhe kohën e dur, duke pas parasysh eksperiencën e tij në trajnim. Në konferencën e përbashkët për shtyp mes presidentit Duka dhe trajnerit të ri të kuqezinjve, Silvinho falenderoi të gjithë për mbështetjen gjatë 3 viteve në krye të Shqipërisë. Mi ricordo solo che dal primo giorno che è stato qui. Më kujtohet dita e parë ku erdha këtu më 9 janar 2023. Atëherë thash se shpirtit, zemrës dhe djersës nuk duhet të mungoj kur vendi në një kombëtare, dhe ja dolëm të gjithë së bashku. Ju falenderoj të gjithëve për mbështetjen dhe për këto 3 vite të jashtëzakonshme. I uroj shumë sukses trajnerit Rolando Maran në ciklin e ardhshëm, si dhe çdo të mirë federatës dhe presidentit. Presidenti Duka u pyet gjithashtu edhe për vlerësimin që i bën punës së Silvinhos dhe nëse kishte alternativa të tjera përpara se të vendoste për Maran. Asnjëri nuk është perfekt, kështu që edhe Silvinho nuk e fuske perfekte, sigurisht thash asnjëri nuk do na fusë aty, por vlerësime pozitive afro maksimalesh për gjithçka që ka bërë dhe për rezultatet e arritura. Kemi kontaktuar, kemi biseduar me disa kandidatura, padyshim që kanë pas alternativa, të cilët nuk besoj se është etike që t'i bëj publike tani, edhe Mr. Maran është në ndjeni që ne kemi pas disa alternativa, edhe të tjerë kanë qenë ndjeni dhe kemi bërë këtë zgjedhje duke menduar që kjo është zgjedhja më e mirë. Në përfundim, kreu i Federatës Shqiptare të Futbollit ishte i qartë edhe për objektivat e vendosura për ciklin e ri të kombëtares. Për të qenë vend parë në Nations League dhe për të kualifikuar në Euro 2028, derisa them dhe për të marrë pjesë në Euro 2028, pra kontrata është deri në këtë kohë. Një kapitull mbyllet për t'i lënë vend një tjetri. Pas 3 vitesh në drejtimin e kombëtares shqiptare të futbollit, Silvinho largohet me një kualifikim pa harrueshëm në kampionatin evropian dhe me një play-off historik në eliminatoret e kampionatit botror të këtij viti. Vendin e tij tashmë e zë një tjetër trajner me përvojë të madhe në kampionatin italian, siç është Maran, 62 vjeç, me një karrierë që ndahet midis serisë A dhe serisë B italiane. Sa do t'jetë jafta ai për të çuar përpara kombëtaren dhe për të realizuar objektivat që ne nuk i arritëm dot. Këtë do ta tregoj fusha e lojës. Prandaj jam me gazetarin të Frymet Hasanin në studio sot për ta diskutuar. Kam ndërkohë lidhje drejt për drejt edhe Fatjon Kodrën, i cili është drejtori i departamentit komunikimit në FSHF, të cilin e përshëndes. Mirëmëngjes Fatjon. Përshëndetje, mirëmëngjes. Dëfrim do të vi shumë shpejt tek ti, dua ta nis bisedën me Fatjonin për të shkuar fillimisht tek epoka Silvinho. Fatjon, prej sa kohësh ishte marrë vendimi që Silvinho nuk do të ishte më pjesë e kombëtares së futbollit? Dua që të flasim pak për mbylljen e ciklit të brazilian. Në fakt, siç e shpjegoi dhe presidenti Duka, që pas ndeshjes play-offit në Polonin, ata janë ulur dhe kanë diskutuar për të ardhmen, pra kanë pasur bisedat e para. Po themi ka qenë një diskutim që ka zgjatur disa javë dhe më pas të dyja palët kanë dakord që të mbyllin, po themi, këtë cikël dhe të japin mundësi një trajneri të ri që ka një shans të mirë që të marrë ekipin dhe të përgatis dhe të bëjë 2 miqësore në qershor, pra të ketë një, po themi, një parapërgatitje sa më të mirë, sa më të shpejt dhe në momentin që vinë ndeshjet zyrtare në shtator Nations League-s, pra trajnerit të ketë një uri më të mirë për lojtarët, të ketë një uri më të mirë për skuadrën, pra të ketë
marrë, po themi, atë feedbackun e duhur dhe t'jetë ambientuar siç duhet me ekipin. Kështu që ka qenë një marrëveshje, pra është rënë dakord, ka qenë një marrëveshje gentlemanësh, palët kanë rënë dakord si federata, si trajneri Silvinjo dhe stafi i tij që të mos e vazhdojnë më këtë bashkëpunim në kuptimin e njëri tjetrin dhe është gjithashtu njëkohësisht u ra dakord edhe nga trajneri Maran që të nisë ai, pra ta nisë të marrë ai drejtimin e skuadrës e kombëtares në këto dy miqësore dhe sigurisht që është një mundësi shumë e mirë për një trajner që sapo vjen të ketë shansin të testojë ekipin pra në fushë, siç një batutë që përdorëm gjatë takimeve të para ishte duhet të lëmë fushën të flasi, kështu që më mirë se sa fusha nuk mund të flasi për kombëtare. Dëfrim, për çfarë duhet të jemi mirënjohës Silvinjos dhe në gjykimin tënd? Ishte vendimi i dur që ai të largohej nga kombëtarja e futbollit? Mirënjohës duhet të jemi për rezultatet që arriti. Ai ka një bilans pozitiv, zhvilloi 32 ndeshje, mori 15 fitore, 7 barazime dhe 10 humbje. Kishte një golorash pozitiv, por ajo çfarë bën Silvinjon për të mos u harruar ishte kualifikimi që na bëri për dytë në finalet e kampionatit evropian në Gjermani, por dhe kualifikimi arritja deri në play-offin për botërore, që ishin arritje, ndërkaq që dua të them faktin që kishte 2 rekorde që vendosi Silvinjo në drejtimin e tij në kombëtare, e para ishte 5 fitore radhazi, s'kishte bërë në Shqipëria në drejtimin e tij dhe 8 ndeshje pa humbje, ishte rekord që u përsërit për herë të dytë. Pra, këto ishin disa kontributet e tij dhe disa gjëra që marrin mend që ai la pas si gjuhë pozitive mendoj për drejtimin e Shqipërisë, përveç që ndeshjeve të Ligës Kombit kur zbritëm një vazo, ajo e dëmtoi pak imazhin e tij, ndërsa pjesa tjetër mendoj që ka qenë pozitive për Silvinjon, por gjithsesi kështu e kanë trajnerët, nuk është se janë të përjetshëm. Duket ka menduar për të bërë një zgjidhje tjetër, një ndryshim në pankinë për të padur pretendime, sepse ishte edhe pritshmëria për të kualifikuar për në botëror, që do të ishte një ngjarje e jashtëzakonshme për Shqipërinë, por dhe përveç Silvinjo dhe natyrisht automatikisht do të ishte edhe një rinovim kontrate, por që nuk u arrit, që ndeshje me Poloninë e tha dhe Fationi, aty u vendos edhe pikpyetja pastaj do të ishte apo jo Silvinjo, por mendoj që aty ai lauduar. Një ndeshje që nëse e freskojmë kujtesën, i kishim mundësi për të kaluar në botëror. Shiko, mua më kujtohet një shprehje që më ka thënë Indjeri Bekush Bir, që trajneri ka vetëm një mik, ka rezultatin. Kështu që kur është rezultati, trajneri është shumë i mirë. Një moment që nuk është rezultati, ai trajner është, por direkt ne bëjmë atë vendimin final, që nuk shigjetojmë. E vërtetë. Në fakt, kontributet e tij janë të jashtëzakonshme sepse flasin statistikat e tij përmend kampionatin evropian, play-offi, fakti që ne s'kishim qenë më përpara deri në atë pikë play-offit është një arritje pra. Ishim në prag. Një kalim i një etape. Duhet vi pak tek trajneri i ri. Duhet pyes Fationin fillimisht për një gjykim të tij, po do të marr edhe një mendim tëndin. Fation, Silvinjo ka qenë një futbollist i cili ka luajtur për skuadrat më të njohura të Evropës. Po, një gjigant të futbollit evropian, ka luajtur për kombëtaren e Brazilit dhe e tregoi se çfarë kapaciteti ka për drejtimin e një kombëtareje. Nëse vim pak tani tek trajneri i ri, Maran, ka një eksperiencë që përfshin vetëm kampionatin italian, pjesë më të madhe të kohës. Pra, futbollin italian në 2 nivele, Serie A dhe Serie B italiane, me skuadra të niveleve mesatare. Çfarë na jep ne garanci që me këtë trajner do të ecim përpara dhe do të bëjë më mirë se sa Silvinjo? Nëse do bëj një krahasim edhe rasti i Gianni De Biasit ka qenë i tillë, pra një trajner që kishte punuar vetëm në Itali, pastaj historia ka treguar se çfarë ishte gjendja e tij bënte me Shqipërinë. Gjithsesi, nëse i hedhim një sy kurikulumit të Maranit, do vëmë re që ai është një trajner tipik italian, ka një eksperiencë më të gjatë, qoftë edhe duke qenë edhe moshë më të madhe, se Silvinjo po themi, ka një eksperiencë shumë gjatë, ka mbi 20 vjet që ka punuar me ekipin Itali dhe një nga gjërat pozitive, një nga shumë gjërat pozitive është fakti që ai e ka nisur dhe me akademit, pra ka punuar dhe me moshat, pastaj ka marrë skuadra në Serie A, në Serie B, por ka bërë vërtet gjëra shumë bukura, qoftë edhe duke mos pasur super hyje në skuadër. Pra është një trajner që
arrin të integroj shumë mirë, po themi disiplinën taktike dhe arrin po të vësh re ka arritur gjithmonë që t'i marrë maksimumin lojtarëve, pra duke mos pasur hyje në skuadra si Kievo apo Cagliari, ka bërë gjëra shumë bura, marrë rezultate shumë të mira dhe ka arritur të habis të gjitha, po themi edhe gjigantët e Serie A. Pra në sensin e eksperiencës, Maran vjen me një eksperiencë shumë të madhe, mbi gati 25 vite si trajner, njohës shumë i mirë i futbollit italian, por edhe njohës shumë i mirë duke qenë se Italia shumë afër nesh. Pra integrimi apo përshtatja me shqiptarët, me Shqipërinë është shumë kollaj, është shumë i lehtë. Kështu që duke qenë se është i trajner që ka një, pra deri tani ka punuar me klube dhe tani në një farë moshe vendos të kaloj te kombëtarët, por në federat jemi të bindur që projekti i tij, idetë që ai ka futboll dhe mënyra se si po ta vesh gjatë gjithë karrierës ai ka ndryshuar dhe mënyrën e lojës, pra kemi trajnerë që fiksohen me një modul loje dhe nuk ndryshojnë kur, por jo, Maran në vazhdimsi, ndër vite, ka pas mundësi të ndryshojë edhe mënyrën e lojës, që edhe në kombëtarën e mund presim taktikat e lojës. Po, mund presim mënyrat ndryshme loje nga që kanë bërë trajnerët e tjerë. Megjithatë, Fatjon, a mendon që është një zgjedhje me risk të lartë për Federatën e futbollit, duke marrë parasysh që në dinastinë italianëve në krye të kombëtarës shqiptare të futbollit, ka funksionuar vetëm eksperimenti De Biasi. Pastaj Panucci, Reja e të tjerë me radhë janë larguar pa i përmbushur objektiva. Jo, në fakt, me përshtim të rastit Panucit, por në qoftë se do i hedhim një sy rezultatet të Rejes, ne fakt kemi bërë gjëra shumë mira, pavarësisht se në fund, siç e tha dhe dëfrimi për që më rezultati është ai që mbetet, është edhe rezultati është ai që e mban një trajner në lojë. Por edhe me Reje ne u ngjitëm nga ligat se në ligën B në Nations League dhe në fakt kemi shkuar shumë afër fazës play-off të botrorit që u ndërprej vetëm atë ndeshje me Poloninë në 2022 në Tiranë, ku ne humbëm 1-0 pasi ndeshje shumë të mirë. Pra nuk mund të them se nuk ka pas një eksperiencë mirë me Direjën, sigurisht me De Biasin. Sigurisht, po nga që i kemi rritur pritshmëritë dhe kemi çuar lart stekën e kombëtares, duke qenë se ne tani flasim vetëm për fjalën kualifikime, si në kampionat evropian, si në botror. Të marr pak edhe mendimin e dëfrimit. Cili është gjykimi? Ky është i pesti trajner italian që është në pankinën shqiptare. Për mua, 2 eksperienca janë negative, 2 janë pozitive. Eksperienca negative janë Dosena, që qenë i pari, dhe pastaj Panucci. Nërsa 2 eksperienca pozitive, do të jam pajtohem me Fatjonin, përveç De Biasit, që natyrisht ka rezultatin 2016 që u kualifikua për herë të parë në finalet e Europianit të Francë, në 2016, pra kemi dhe Edi Reja, i cili e bëri kombëtaren. Pra zbuloi element, bëri një skuadër të mirë, bëri një skuadër të besueshme, dhe pastaj problemi ishte tek Panucci që nuk e mbajti dot të ritëm dhe e uli ritmin e ekipit kombëtar, dhe pastaj Silvinho sërish e ringriti. Kështu që për mua janë 2 eksperiencat ndryshme, ndërsa për Maron nuk mund të them sot, sepse por të nismi nga eksperienca si trajner, unë e vlerësoj 25 vite. Por po të nismi nga eksperienca e fundit, sepse Brescia ra në kategorinë C, seria C, pra pikërisht me këtë trajner unë trembem pak në kuptimin e rezultatit flasa dhe të asaj përvoje. Por unë besoj tek Duka, tek presidenti, sepse aftësitë menaxheriale të tij janë të jashtëzakonshme. Më habit fakti se si erdhi ky trajner pas një lloj përshpëritje përpara, siç ndodh zakonisht kur zgjidhet një trajner, pra ka qenë enigmatik dhe vetëm është shpërthyer dje dhe ishte i pa dëgjuar, i pa lakuar, pra, ndërsa më vjen mirë sepse thash besoj tek Duka sepse ai është një njohës i jashtëzakonshëm një aftësive menaxheriale kur zgjedh dikë. Ama këtë frikën tënde, unë e kam lexuar pak edhe tek opinioni publik, në për komente apo në përshtypin sportiv, që sigurisht ka atë pjesën e vet, impaktin e vet në rrethin e sportit në vendin tonë,
dhe sigurisht duke parë bilancet, këtë fakt që ti sapo the rënien e Brescias, i druhen pak. Se është freske, Po sepse është edhe hera parë që merr drejtimin e një kombëtare. Tani klubi ndryshon nga kombëtarja. Pavarësisht se ai ka thënë unë dua të jetoj në Tiranë që t'i rri afër futbollit shqiptar e gjitha me radhë, është hera e parë që do të drejtojë një ekip kombëtar. Dhe unë uroj të bëjmë më të mirën. Ka specifikat sepse ndonjëherë Mourinho ishte i panjohur, një mësues edukimi fizik ishte. Dhe arriti në majat e Europës dhe të botës, por ndoshta edhe ky trajner mund t'i ketë aftësitë pikërisht në drejtimin e një kombëtare. Pra mund të menaxhojë vlerat që ka. Ai shprehu dje një kënaqësi që e njeh shumë një kampionatin shqiptar, kjo më bëri për vete, që më bëri përshtypje. Pra këtë deklaroi të paktën në konferencën e shtypit, ishte i njohur shumë i mirë, kishte ndjekur kampionatin tonë, si duket ka qenë një gjë që përpara e lindur, pra një dëshirë e lindur që përpara apo një bisedë që përpara dhe vlerësoj shumë lojtarët shqiptarë që luajnë në Serie A, në kampionatin italian. I vlerësoj. Pra dhe kjo më vjen mirë sepse ai ka besim te këta, se me këta do e bëj kombëtarën edhe rrugtimin. Me këta djem do e bëj rrugtimin. Dhe nëse beson trajneri, kjo është mirë edhe për ne, kur beson një trajner që vjen. Pra që ka ndryshimet her pasere sjellin dinamika. Është mirë të shohim pak nëse do të kemi ndoshta edhe lojtarë të rinj që i afrohen kombëtares, se ti e di shumë mirë se sa janë talentet dhe legionarët që luajnë për kampionatet ndryshme të Evropës, nga ata që edhe ndoshta se kanë veshur ende fanellën kuqezi. Fation, dua të të bëj një pyetje të fundit, lutem. Çfarë objektivash i kemi vendosur Maranit? Thjesht për të vazhduar nëse më lejohet, domethënë një trajneri që vjen nga një situatë e fundit që ndoshta nuk ka qenë shumë pozitive. Kemi shumë raste po ti referohem historisë futbollit, por kemi edhe rastin e Silvinjos, i cili para se të vinte në Shqipëri pati një eksperiencë shumë të mirë me Leonin, por më pas koha tregoi që ai ishte pikërisht dhe dur. Unë mendoj që ne kemi mundësi shumë mirë për pak ditë fillon grumullimi, kemi 2 ndeshje miqësore dhe do ta shohim më një herë. Pra do kemi mundësi që brenda 2 javëve, 3 javëve të kuptojmë pra impaktin që do ketë trajneri Maran për Shqipërinë. Edhe një herë pyetën lutem sepse objektivat, ku mund të shkojmë me Maranin? Objektivat, po, më fal. Atëherë, objektivi i parë është sigurisht bëhet kemi një paraqitje të mirë në Nations League dhe të arrijmë në vendin e parë të grupit dhe të ngjitemi në ligën B. Dhe më tej sigurisht do të jetë kualifikim i përcaktuar tashmë kualifikimin objektivi i përcaktuar kualifikimin për finalet e Europianit. Dhe sigurisht nëse shkojmë këtu shkojmë mirë, pastaj patjetër që objektivi i radhës mbetet botrori, i cili është pashmangshme po themi. Atë që nuk arritëm dot për shumë pak. Të falenderoj shumë Fation që na u bashkove në program sot. Mirëmëngjes Shqipëri, të uroj një punë të mbarë dhe suksese shumë trajnerit Rolando Maran. Le të shpresojmë që ta nis me të djathën, me këmbë të mbarë. Faleminderit shumë dhe ditë të mbarë. Ja, janë ndeshjet e qershorit. Jemi shumë kurioz për hir të vërtetës Dëfrim, apo jo? Shikon, opinionin publik, unë e thash, nuk është se është pritur shumë mirë si emër, sepse nuk është se ka qenë një emër shumë i dëgjuar, por unë le të bëhet ajo që tha dhe Fationi, fundi që ndoshta kur nuk pret shumë dhe vjen shumë nga dikush para. Le të jetë një trajner që din ta menaxhojë skuadrën tonë kombëtare dhe të marrë më të mirë. Kam lexuar një frikë në sensin e asaj që filozofia italiane është mbrojtja. Ose le të themi arti italian i futbollit është mbrojtja. Dhe ne nuk duam tani nga që edhe na pëlqeu pak stili Silvinjo, duam sulmin, patjetër, po se sulmi na çojë në Evropian, sulmi na çojë deri në play-offin e botrorit. Kështu që duket ndonjëherë sikur bëjmë prapa ktheu me lëvizje të tilla. Po s'flasim dot derisa ta shohim se si do të cilën ndeshjen e parë. Natyrisht që Fationi tha ato që kishte, por duhet përmendë edhe faktin që nuk janë më ato raporte financiare të vendosur për trajnerin e kombëtarës. Pra është ulur dhe buxheti për stafin e ekipit tonë kombëtar. Po për çfarë është? Buxhet më të ulët. Por natyrisht federata ka mundësitë e saj për ta menaxhuar apo jo, dhe mendoj që ka një zbritje të shumës së buxhetit për stafin. Kështu që mendoj ndoshta është edhe kjo arsye që është zgjedhur një emër pas tek shumë të lartë, po kupton? E kuptoj, jam i saktë nëse Maran do të përfitoj bashkë me stafin e tij gjysmën e asaj që përfiton të Silvinjo? Të paktën këto janë zërat që është më pak se gjysma. Më pak se gjysma? Bëhet fjalë për 400.000 euro. Unë prandaj e përmendaj që do të jetë është një zgjedhje me risk. Domethënë është guximtare si zgjedhje. Guximtare, unë e thash edhe kur më pyetet. Është rasti rrallë
që ky nuk është lakuar asnjëherë. Flas edhe në pritshmëri të opinionit publik në Shqipëri, se zakonisht kur zgjidhet një trajner, edhe lakohen përmendën disa emra. 2-3 emra. Po, të yjeve italian faktikisht, disa mbrojtës italian ishin, Cannavaro ishte një ndërto. Po Cannavaro ka qenë dhe herën tjetër, nëse të kujtohet, edhe në rastin tjetër të Silvinio. Ndërsa ky emër s'ishte lakuar fare dhe vërtet diu befasuam gjithë edhe ne, gazetarët sportiv, jo më opinioni. Edhe konferenca erdhi si rrufen qiell të Pikërisht hapur. pra rrufen qiell të hapur, ishte gjithçka, ishte brenda pak orëve, më kupton çdo gjë ndodhi. Por kur është ndeshja e parakombëtares? Mos gabon me 7 do të luaj tani miqësore. Para botërore. Janë ndeshjet para botërore. Do të luaj tani me 3 muaj. mos gabon, me 3 qershorësh. Po, e vërtet, do të luaj tani në qershor dhe është testi i parë që ne do të shohim se si do të komportohet në provimi i parë të shohim, e di kush është e rëndësishme për një trajner si e vendos skuadrën në fushë. Sepse kjo është karta e trajnerit. Për shembull, si a u merr 100% lojtarëve, a i gjen vendin secilit në rolin që ka, a din të bëj e bën ndrimin kohën e dur dhe në momentin e dur. Për këtë kemi nevojë shumë të shohim. Për shembull, unë jam mërzitur një 2 ndeshje me Silvinio se i thoshte publiku, fute këtë, fute atë. Se duhet presin nga publiku, ti e kupton veti, i ke në stol, i ke vlerat aty. Pra është fat që kombëtarja shqiptare ka 2 skuadra. Është fat, është fat. Që kemi edhe në stol, emra, të lesh Muçin në stol. Sa mirë që na erdhi kjo ditë, edhe për Muçin ka pasur një gëzim të madh se me skemën paktën që ka përdorur Maran në skuadrat e tij kohët e fundit, ka vend për një trekuartist pas sulmuesve dhe mund të jenë ditë të mira edhe për Muçin, i cili ka pasur shumë nevojë dhe meriton të jetë në kombëtare sepse është lojtari më i mirë në Trabzonspor, në Turqi, lufton atje për kupën. Se çdo ndeshje gola dëshi. Dhe jo gola do si do. Dëfrim falenderoj shumë. Gjithmonë me rëndësi prania jote në emisionin ton për të folur për sportin dhe jo vetëm. Uroj një javë të mbarë. Ti uroj edhe unë ju për titullin kampion. Se është takimi i parë në studio. Se nuk jemi takuar. Po ju a them publikisht për Partizanin në voleybol. Për Partizanin në voleybol meshkull. Falenderoj. Edhe ju ishit lojtari i ndeshjes. Ja, po çojmë tani bashkë me Sonjën se televizioni shqiptar bën zgjedhje, jo zgjidhje. Hajde të vrim, hajde ta mbyllim bashkë. Televizioni shqiptar, ja të më fiksoj. Jo do të fiksoj këtu kamera. Po futem unë mes, si e vetmja gocë që jam. Dua të them këtë gjë që në gjithë këto vite që unë kam këtu 35 vite, dua të them këtë gjë që televizioni shqiptar nuk bën zgjidhje, bën zgjedhje. Edhe me moderatorët. Pa diskutim. Edhe të komplimentoj për festivalin, ishte fantastike çdo lidhje që bëre. Edhe arritjat, vendi 13 nuk është pak, më kujtona një Zashahini mos gabon. Do jëm si mjalti që kishte që në mëngjes. E kemi nisur në kavaj me mjaltin, po e mbyllën tani si mjalt me ty një Dibram, si dëfrimet Asani. E nisëm me numrin 13 me Alis Kallaçin, dolëm të 13-të në finale me dinjitet dhe krenar, me një këngë fantastike. Faleminderit shumë që ishte sot me ne. Ja, 2 kampion. Kështu që dashur miq, faleminderit shumë që ishit sot me ne në programin Mirëmëngjes Shqipëri, me këtë gjeografi të gjerë të karaktereve, personazheve, galerinë e personazheve që sollëm, duke ju ndihmuar të kuptoni më shumë për realitetin që na rrethon nga Shqipëria, nga rajonet dhe nga bota. Mos harroni nesër. Zgjerohet gjeografia nesër e çdo ditë. Deri të premten e kësaj jave, më pas rikthehemi përsëri. Mirupafshim. Me njëo stafit Mirëmëngjes Shqipëri dhe Iliana Gollit. Po. Bravo.